se e nisa dhe dola më duket nga... Jo ndjek dhe... Kurse ka pasur dhe nga ata, kur mua më kanë hequr nga një grup i Kinës, isha 17 vjeç. Do shkonit Do shkonim në Kinë, aty jam njojtur me... Ishte në orkestër, mua më kishin futur në kor, si një zënse urtë e mirë, më kishin futur në kor, bo të thoja atë, i thoja pashkojt, mua më kishin futur si gjunafqare, i vetëm që isha e këshu e urtë, kisha zë të bukur, edhe më quarë, edhe në një moment më heqin për një kleçk koti, dhe unë me ndonë shkoj në derën e Fatil Pachramit, te vilat e rrugë Elbasanit. Mamaja rinte më tutje, unë me një pamje që e di si e kam pas pamje në atë kokë, si e të latur, edhe i kërkoja që pse më hoqën. Përgjigja, një arogancë e të mërshme, jo të më thot që mos mërzit, e dashur e ditë, si ti sot po ti e ke ardhme për para, do shkosh herë tjetër. Së të bëm në një privilegj që të morëm, ashtu si të morëm dhe të hoqëm. Ka qenë një shok ajo kur më kanë hequr, se nuk e ti pse kam djerë, nuk lahesha dhe kam qenë me kriza migrene. Në të kom ka filluar migrene që e re dhe vuaja. Dhe me thënë nuk e harroja të thillin atia, më ka lënë një... Gjëra që të godasin. Që të godasin. Por që pastaj të tjerët më kanë respektuar shumë. Zoja Mjali, nëse do takonit veten tuaj 90 vjeç sot, çfarë do t'i thoshit? Nuk dua të jetoj aq shumë. Po pse? Jo, është shumë. Njerëzit duan të jetojnë. Më frikson ajo mua mosha e madhe. Unë edhe kur lutem në darkë, lutem, o Zot më jep përshëndet, se kam dhe një nip, Mateon, djalin Gerdin, them, shëndet, jetë të gjatë atyre dhe t'i lëm mbrapa, kur jeton shumë, i kam frikë jetesat e shumëta. I kam vërtet frikë, nuk e dua. Njerëzit... Kopi lumë kopi. Kopi është 92, i bën në prill, i gëzon, knaqet, lumun që të kam, thot, e shpre. Ka një të mirë që, ka një si rjedh muhabeti. Ai ju do akoma? Ai më do akoma, hap derën, bukuroshe, kujti. Sa bukur! Po do jetoni gjatë. Kjo është pak për sigurt. Ju do jetoni gjatë, edhe ju dhe të dy bashkë do jetoni gjatë, dhe ai do ketë ende vite përpara. Dhe i kam thënë, unë me dash në një dit i thash që unë të ndahem nga ty të del gjithë pallati, të del proteje. Ti çfarë do të bësh brenda shtëpisë? Po jo, po keni kohë përpara për të ndarë në fakt, se është momenti. E ka vite që të them këtë, edhe ai e ka tër pallatin pro, sepse atë e dëgjon me përgëdhelje, me bukuroshe, sa hapen dera, i them më pushose,